Zyrtarët e policisë së Kosovës po qëndrojnë jashtë brenda hapësirave të qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo për shkak se aty është duke marrë trajtim një person që është indaluar për grabitjen që ndodhi një ditë më parë në afërsitë të një qendre tregtare në Prishtinë. Edhe i dyshuari për grabitje e edhe viktima që ishte duke siguruar një furgon që po transportonte para vazhdojnë të jenë në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjendja e përgjithshme që të dy pacientëve vazhdon të qëndrojë edhe matutje jo stabile, me nevojë të madhe për përkraje nga aparatura mjekësore, vazhdojnë të jenë të monitoruar dhe vazhdojnë të marrën trajtimin adekuat mjekësor të matutjeshëm. Neve qëndrojmë në fazën kur jemi duke tentuar të bëjmë stabilizimin e gjendjes së përgjithshme të. Detaje për rastin kanë dhënë nga Policia e Kosovës në raportin 24 orësh, ku kanë treguar se në grabitje kanë qenë të përfshirë 4 persona, 3 nga të cilët ende nuk janë identifikuar e gjithashtu në vendngjarje janë sekuestruar një armë zjarre me një karikator dhe 5 fishek. Por 25 vjeçarin e arrestuar që është duke qëndruar në ÇKUK, prokuroria do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Ndonë se ngjarjen policia e prokuroria e cilësoi si grabitje armatosur që cak kishte kompaninë transportuese të parave, Istanbul Ozel Guvenlik Genc Berisha, një zyrtar i lartë i kësaj kompanie në Kosovë, ka ngritur dyshime se ngjarja nuk ka të bëjë me grabitje. Sipas pamjeve në kamerat e sigurisë, rreth 4 persona të pajisur me uniforma dhe armë ushtarake AK-47 kanë sulmuar në prit pjesëtarët e sigurisë së kompanisë tonë në detyrë, me që rast të njëjtit janë përgjigjur me armë dhe si pasojë ka mbetur i lënduar njëri nga pjesëtarët e ekipit tonë dhe një grabitës i nacionalitetit serb nga Veriu, deri tani e konfirmuar. Meqense nuk kemi humbje materiale në aspektin e parave gjatë këtij sulmi dhe bazuar në veprimet e sulmuesve, dyshoj dhe kam arsye të forta të besoj se ky sulm më së paku ka pasur cak pjesëtarë të kompanisë sonë në vendngjarje. Megjithatë, pas interesimit të televizionit për këtë version gjatë ditës së sotme, ai e ka fshirë postimin dhe nuk është përgjigjur. Për mundësinë e zgjerimit të hetimeve nuk kanë folur as nga prokuroria themelore në Prishtinë.